E përse duan aq shumë inxhiniera për mbikëqyrje kur është bërë praktik që thjesht firmosen situacionet dhe faturat pas një lloj kontrolli në terren. Këtë nuk e zbuluam ne, por e denoncon një nga kompanitë pjesëmarrëse në tenderin e mbikëqyrjes së punimeve. Kjo është ankesë e kompanisë Tower SHPK drejtuar Komisionit të Prokurimit Publik më 7 prill 2026. KPK njoftuet se bashkia ka vendosur fond të pamjaftueshëm për tenderin loti i dytë, mbikëqyrja e punimeve për objektin ndërtim parkimi nëntoksor 2 kate në hyrjen veriore të parkut artificial pranë sheshit Frederik Chopin. Sipas analizës për lotin 2, bashkia ka parashikuar një fond limit prej 7.7 milion lekësh për një kohë zgjatje prej 15 muajsh. Nga ana tjetër, formalisht kërkohet një staf prej 10 personash. Nëse aplikohet paga indikative prej 115.000 lekësh, vetëm kostoja bruto e pagave ka vlerën e 17 milion lekëve. Pra, fondi limit aktual mbulon vetëm rreth 44% të kostos mesatare indikative të pagave, pa llogaritur sigurime shoqërore, shpenzime operative dhe fitimet e shoqërisë. Çfarë sjell kjo si pasojë? Nga një ran nuk kursehen parat për beton, por nuk llogariten sigurimet shoqërore të punonjësve. Kjo nxit evazion dhe informalitet, duke deklaruar paga më të ulta, ndërsa në ofertat do të propozoheshin shifra anomalisht të ulta. Po ashtu, rrezikohet që stafi të punojë me kohë të pjesshme dhe të vjet në rrezik ekzekutimi i kontratës. E ndodhur përballë një skandali kaq të hapur, KPP vendosi të pranojë ankesën dhe të urdhërojë bashkinë të shtoj fondin për inxhinierët e mbikëqyrjes së punimeve. Bashkia ka refuzuar të japë sqarime, por ka deklaruar se do ta anulojë tenderin.